na shet gjithmonë ëndrrën e BE-s, dhe BE-ja në të tërë kërkesat e saj mjedisin e ka pikën kryesore, dhe ne ndërkohë që shqiptarëve i themi që duam të hyjmë BE, ne ndërkohë po coptojmë çdo pasuri me vlerë që i ka ngelur këtij vendi dhe e kemi hedhur këtë në tregun e lirë, ku po e shqyejnë sa luanët, sa korbat, sa oligarkët nga e gjithë bota, por gjithmonë për fat keq të dorëzuar nga qeveria jonë dhe nga oligarkët e këtij vendi. Dhe kjo është arsye pse ne jemi këtu. Tash ky gardhi duket sikur është përforcuar nga era e fundit. Është bërë dopjo gardh, domethënë ka edhe këto telat me gjema përpara. Po. Kjo është qartazi, është forca që po tregon pushteti dhe dhuna policore dhe e privatit, sepse ne shikojmë kemi të arrestuara dhe unë ngela i habitur, pra të shikosh furgon të tërë policie të armatosur dhe të shikosh furgon të tërë dhe me njerëz të forcave private të sigurisë, që demonstrojnë forcë për të trembur qytetarët që po vinë, më shumë polica se sa është absurde, pra. Qeveria, siç e dëgjova dhe zonjën, vjen këtu dhe demonstron forcë, jo në mbrojtje të drejtave të ne shqiptarëve, por vjen demonstron forcë për të na trembur që ne mos i kërkojmë të drejta, ne ta dorëzojmë Shqipërinë. Po është absurde atëherë, po e lëm Shqipërinë të bëhet një Gaza 2 ashtu siç po thonë. Duhet presim ne që këtu të shikojmë vilat dhe gardhin prej betoni që mos të shikojmë se çfarë po ndodh që të ngrihemi për ta mbrojtur vendin. Unë jam i mendimit se të tërë ata shqiptarë që quajnë veten patriot, t'i lënë ato dy shqiponjat me duar që bëjnë nëpër internet dhe të tregojnë një akt të vërtet për atë detari për patrioti dhe të vinë sot kudo me çfarë mundësi të kenë dhe të ngrenë zërin për ta shpëtuar natyrën. Sepse me siguri shqiptarët nuk mund t'i shesin botës perëndimore, nuk mund t'i shesin vilat që do bëjnë këtu, xhakuzit apo jahtet e shtrenjta, sepse ato i ka shpikur vetë perëndimi. Ne mund t'u shesim atyre natyrën, të ruajtur, të trashëguar për brezat që do vinë, sepse kjo është një pasuri që nga gjithë planeti mund vinë ta vizitojnë. Dhe ekonomia më e mirë që mund krijojë këtu është ekonomia menaxhuar në të mirë të përbashkët, duke ruajtur dhe mjedisin dhe duke i dhënë zhvillim zonës në respekt të mjedisit. Kështu që ky përforcimi që kanë bërë këtu sot më tepër është për të na treguar ne që ne do ta mbajmë këtë me dhunë. Por nëse populli ngrihet, nuk ka dhunë policore që i del për Zot. Kështu që e vetmja rrugë është që populli të ndërgjegjësohet dhe t'i dalë për Zot pronës vet. Përndryshe ta harrojnë të mburrin që janë krenar, që janë shqiptar, sepse s'po bën asgjë për Shqipërinë. Ky është mendimi modest.